Zoti Mustafa, po e fillojmë kështu direkt si i thon fjalës. A mund na tregoni për ne dhe për dëgjuesit ton diçka rreth vetes tuaj, rreth rrugtimit tuaj profesional, rreth kompanisë Meron AG? Unë kam bërë një arsim profesional në ekonomi, në Kaufmännische dhe pas jam specializuar në HR, Human Resource, dhe që deri 10 vjet punoj në atë pjesë dhe para 4 vjet e kemi hapur Meron AG, një personal beratung specializuar në professional search, do më thonë në punëtoret kualifikime, ne me punëtoret kualifikuese, si i bëjmë fërmitëllme. Okej. Pra ju thjesht i lidhni punëtorët të komunitetit shqiptar, por jo vetëm me kompanitë ndryshme. Bravo, po. Shumë mirë. Cili ideja për të postu flet pagesat në LinkedIn dhe cili ishte qëllimi kryesor i këtij veprimi? Në punën temë unë çdo ditë kom shumë biseda rreth kërkimit të punës dhe pagat janë një tematikë shumë e madhe kur po kërkon punë dhe gjithmonë rrogat trajtohen si një sekret të madh në Zvicër. Në krejt DACH region, Gjermani, Austri, Zvicër, po në Zvicër më shumë. Në Zvicër si diçka e shajtë. Bravo, dhe me postimet e mia duhet ta ndryshojat pak, që rrogat mos inë mo art sekret, që të folin njerëzit, njoni me tjetrin për rrogat, të folin punëtorët, njoni me tjetrin për rrogat, që mos bëhet mo sekreta që i madh, po le të hapet kjo temë. Postimet tuaja, të themi të drejtën, kanë gjallur shumë debat në Zvicër, duke marrë reagime pozitive, por edhe negative, por edhe kritika. Si e përjetoni këtë vëmendje dhe çfarë ndjesish ju sjell kjo përballje me reagime kaq të ndryshme? Ka pas një numër shumë të madh të reagimesh, kryesisht pozitiv. Është e rëndësishme të pa. Bravo, për shumë njerëz ka qenë të lexojnë postimet e mia shumë interesant. Të shohen se çfarë fitojnë tjera njerëz, çfarë rrugë kanë tjera njerëz, pa sigurisht edhe të krahazojnë rrugën e vete me rrugat e tjera. Çfarë rruga ka për shembull një baufyrer në Zvicër, çfarë rrugë ka një IT specialist, çfarë rrugë ka në kur si punon në pjesën medicine, edhe ka kom për njerëz shumë interesant. Dhe normalisht ka pas edhe reagime negativ, që kanë thonë se nuk ka nevojë për më shumë transparencë në Zvicër, nuk ka nevojë me i pustu ata, po mendimi jam është se kemi nevojë, se kur ka më shumë transparencë të pagave, edhe barazia i pagave, po bëhet më mirë, më pozitiv. Kjo është mendimi i brezit të ri. Bravo për këtë nismë, ju përgëzoj. Zoti Mustafa, mund të na thoni si ka ndiku kjo nismë në markën dhe reputacionin e kompanisë tuaj dhe a keni vërejtur ndonjë ndryshim gjatë kësaj periudhe në rekrutimin e punëtorëve ose në bashkëpunimin e kompanive mas kësaj nisme? Pra, a keni vërejtur ju një ndryshim të bashkëpunimit ose të rekrutimit punëtorëve mas kësaj nisme? Po, absolutisht edhe ka qenë shumë pozitiv. Pozitiv, domethënë. Okay. Pozitiv, definitivisht. Jemi bërë më të dukshme. Okay. Dhe si nga ana e kompanijave, si nga ana e kandidatave që po kërkojnë punë, na kanë pas si një kompani moderne, si një kompani se po e kupton se çka po lypin punëtorët dhe e ka marrë shumë pozitiv se folim kështu për transparencën. Dhe në kompaninë tonë në Meron AG krejt rrogat janë transparente. Kemi një strukturë. Këtu do doja delja të pyetja tjetër rradhës, pra a e praktikoni ju në kompaninë tuaj këtë lloj metodet? Absolutisht. Dhe si reagojnë punëtorët tuaj me këtë? Gjermanisht thonë Wein trinken Wasser predigen, do me thonë me pi vino, po me ju thonë njerëzve pini ujë, edhe
për shkak ato na pit ditës parë e kemi transparencën e rrogave të ne. Dhe për punëtorët e mi nuk ka qenë diçka e re. Se që 4 vjet që e kemi na këtë transparencën. Do me thonë, krejt e din e kemi një strukturë sakt të merë në age, dhe krejt e din çfarë rrogë kanë e çfarë mundësie kanë intern me arrit. Do me thonë, për ata nuk ka qenë diçka e re. E kam ditë për fillimi dhe kom pas shumë suport edhe për punëtorëve. I kanë shpërnda postime në LinkedIn dhe do me thonë, si brenda kompanies, si jashtë kompanies, 99% reagimet kanë qenë pozitive. Definitivisht. Kjo është shumë diçka pozitive. A mendoni se kjo transparencë e këtyne pagave mund të ndihmojë në uljen e pabarazisë gjinore dhe diskriminimit në vendin e punës? Ju e dini shumë mirë, besoj, që për një vend pune të njëjtë me përvojë vitesh të njëjta, gratë dhe burrat nuk paguhen njëjtë. Absolutisht. Dhe definitivisht me këtë transparencës mund t'i bësh pagat ma barazi. Për shembull, femrat, bravo, femrat që kanë rrogën shumë herë më poshtë se burrat, anglisht i thonë gender pay gap, ajo një fenomen si deri sot ekziston, kush di se pse, punën e bojnë të njëjtë, dhe unë jam i sigurt se veç me transparencë, e foli tash, jo transparencë me i shpërnda rroga pagat në LinkedIn, po me të vërtet me kriju një strukturë transparencë në kompanie të Zvicrës, vetëm ashtu mundën edhe këtë pabarazia, si është momentalisht, edhe është, me shku kundër asaj. Pa ju mendoni që me këtë transparencë të rrogave, pabarazia gjinore mund të baraspeshohet në një farmasi? Jo, se mendoj, sigurt jo. Okej. I sigurt jom se me këtë transparencën, aty aja pabarazia mund të bëhet barazi. E vetëm kjo është rruga si mundet me emrit atë punë. Tashi, po ta marrim këtë transparencën e pagave dhe në anën tjetër kemi edhe atë ruajtjen e privatësisë. Si e shihni këtë dizavantazh në ndarjen e informacionit mbi pagat dhe këtë konfidencialitetin e njeriut, pra ruajtjen e privatësisë? Si e shihni ju këtë raport? Mbrojtja e datave, datenschutzes, është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Dhe në industrinë tonë, në personal beratën, ku kemi shumë data, është edhe njerë pak më rëndësishme, por nuk bëhet fjala për të dhonë personalet, ja personal informacionet, por me dhonë një farë asaj transparencës, me e bon atë transparencën me një strukturë. Do me thonë, transparenca nuk do të thotë edhe se gjithë çka bëhet publike. Sa ka rrogën Toni, sa ka rrogën Armendi, sa ka rrogën kameramani, pa është që me pas brenda të një kompani në strukturë dhe brenda me ditë, okej, ky pozicioni me këta kualifikimet rrogën e ka kaq. Edhe jo me konë a është burr, a është grua, a është shqiptar, a është zvicran, a është i bardh, a është i zi, vetëm mas faktat që i kemi, mas provojt që e kjene atë pjesë, mas ka shkollë ki kry, mas ka kry universitet, ajo, vetëm me fakta dhe jo me informaciona si nuk jonë direkt lidhun me punë. Pra ju mendoni që ruajtja e privatësisë është gjithmonë e mbrojtur në këtë aspekt, pavarësisht transparencës së pagave? Definitivisht, se transparenca s'po lidhet me një transparenca lidhet me një punë dhe jo me një njeri. Do me thonë, Atoni e bon atë punë, Armendi s'ka rëndësi. Atë punën si duhet ta bosh, vlerësohet kaq e kaq shumë. Në rregull,
Tashi mund të ketë edhe kompani të tjera, zoti Mustafa, që duan ta ndjekun shembullin tuaj. Dhe duan edhe ato ta promovojnë të transparencën e pagave në kompanitë e tyre. Çfarë këshille do t'u jepnit ju liderëve të tjerë të biznesit që po mendojnë ta zbatojnë edhe ato politikat e ngjashme me këtë që ju po zbatoni në kompaninë tuaj? Sigurisht me fillu. Po ma fillu një punë, Një fillim është gjysa e punës, ë? Absolutisht. Kur e fillon punën, gjysën e ki kry. Nëse fillon gjysa e punës, u ka kry. Dhe nuk është let me fillu atë punë, se brenda ka rroga, janë ata definut, ki kontrata me punëtorët, por nëse nga fillimi krijohet një strukturë e qartë të rrogave, dhe krejt kompania është informu pi fillimi dhe ki proces në fund bëhet një win-win situacion. Do me thonë, krejt po fitojnë. Si punëtorët, si kompania. Se e ki një transparencë, krejt e dinë se çka u puna, edhe mitarbeiter zu friedenheit, normalisht po bëhet ma mirë. Krejt firmat kanë Zvicër, pjot firma si e kanë këtë lunë transparencë, ose i kam fillu me e bo, e krejt e thonë njëten, ma mirë se e kemi bo, se punëtorët i kemi ma të gëzuar, më fjesht është me gjetë punëtorë dri, dhe kompania si kompani, si brand, po njohet më pozitiv në market. Tashi, ne folëm për anët pozitive të kësaj nisme që ju keni ndërmarrë. Ju na tregua që gjatë kësaj përvoje që ju keni pasur, më shumë të jeni ndeshur me pozitivitet. Pyetja ime është, a mund na tregoni diçka vështirësi, një sfidë që ju keni pasur gjatë kësaj nisme, ose sfidën më të madhe që ju keni pasur? Çfarë ju ka bërë ju që të thoni, po pse e fillova këtë punë? Një diçka që ju a ka pengu atë nismën tuaj? Apo kanë qenë të gjitha pozitive? Jo, me të vërtet ka qenë krejt pozitiv. Edhe vetëmja, kur e fillova këtë punë, zbesova se do investoj ka shumë ko brenda. Okay. Se me të vërtet ka 1 orë e gjys deri 2 orë kom investu, se tash që shumë reagime kemi pas, dhe jo vetëm në postime në komentare, po edhe në chatin, në LinkedIn si më shkruajnë njerëz direkt, do me thonë, aty me të vërtet s'kom besu se ka shumë kohë duhet investoj. Se për krejt tjerat, jo, prave e kisha botë, se 5-6 kompania deri tash u kanë lajmëru me a ka mundësi me ju ndihmuna të bojnë edhe ata paga transparente. 2 kompania e kanë bo vetë dhe na kanë shkru, hej, ju pan postimet, shumë sende mirë, tash edhe na i kemi bo transparent rrogat tonë, dhe më thonë negativ kur s'ka. Tash edhe parës, kur krejt njerëz se kanë njëtin mendim. Dhe mas shumë ti mendimi ishte pozitiv dhe ajo tash po shihet te rezultatet. Tani, kam edhe një pyetje të fundit për sonte. Në një intervistë që i keni dhënë gazetës Blik, në mos gabohem, në muajin mars, pra në muajin e kalum, ju keni lanë 3 këshilla në gjuesve ose qytetarëve për një negocim të suksesshëm pagash. A mund të na i thoni këto 3 këshilla edhe për dëgjuesit, për audiencën tonë, për komunitetin shqiptar më shumë këtu në Zvicër? Pika parë sigurisht me pregadit atë biseden me shefin, me personalin, me konekini. Dhe po duen argumentat forta. Dhe argument i fort nuk është që kom blej një veturë e re, u kom bo bab, u kom bo non, po janë argumente se çka ki bërë ti të fundit ko për firmën. Na e projekt që e ki kry ma shpejt se sa duheshte. Në medical berajh, ma shumë ko si ki punu se sa duheshte, se një shok ka koni smun. Dhe atë janë argumentat fort. Dhe aja sigurisht është pika e parë. Pika e dytë është me u informu pak,
për shembull thonë te LinkedIn se çka është një rrugë mesatare. A jeti në altë asaj, a jeti poshtë asaj, a jeti në mesatare, se shumë e ndodhen dikush e ka rrugën shumë poshtë, ndodhen edhe se dikush e ka rrugën shumë në altë, dhe sigurisht me e bo njëherë një barazim se ku është rruga e vetë, dhe për streti me kon i sigurt. Në bisedim. Në bisedim, absolut. Me kon i sigurt se e vlerëson atë rrugën si e kërkan më shumë. Se nëse ti nuk je i sigurt se të takon t'ja e rruga si po e lyp, sa me ta dhun. Do me thonë argumentat fort me barazu njëri rrugën dhe në fund me shku shumë i sigurt në bisedim, dhe besoj me këta 3 pika, nëse përgatiti mirë, sigurisht edhe ja arrini qëllimit. Bravo dhe pozitiv da dilni nga biseda. Shumë faleminderit. Janë 3 argumente mjaft forta besoj për të gjithë bashkëdhëntarët tanë, të cilët të shkojnë në një negocim pagët. Zoti Mustafa, tash ju jeni në Alb Radio, a mund të na thoni cili është mendimi juaj për këtë radio, si radioja e parë dhe e vetme shqiptare në Zvicër? Çfarë mendoni ju për punën e saj, për promovimin e kulturës, traditave, zakoneve tona, për ruajtjen e gjuhës dhe identitetit ton kombëtar këtu në Mërgat? Tash e bëj një outing, unë jom një fan shumë i madh i Alb Radios. Si në zyrë, si në vetur, gjithmonë e dëgjoj radion tuaj. Edhe jo, prandaj dhe shumë u kam gëzuar kur e kam marrë ftesën, dhe se thomë se jom këtu, po me të vërtet kini bo një sen shumë e mirë me kitë radion. Unë vetë jam i lindur në Zvicër, jam i rritur këtu, dhe nuk e flasa gjmirë gjuhën shqip, se sa dëshiroj të flasë. Dhe prandaj e vlerësoj shumë punën e juaj. Ajo në ndihmon mos e harrojmë kulturën tonë, mos e harrojmë traditat tonë, dhe mas shumëti mos e harrojmë shqipën, Gjuhën tonë, gjuhën tonë shqip, dhe faleminderit shumë në këtë punkt për punën e juaj që e boni. Ne të falenderojmë në emrin e stafit Alb Radios, zoti Mustafa që gjetet kohën, por edhe për informacionet që ndat me ne. Dhe këtu të dashur dëgjues, po e mbyllim edhe këtë bashkëbisedim me zotin Mustafa. Nërsa ne po e mbyllim këtë bashkëbisedim, një gjë është e qartë. Transparenca e pagave është një diskutim që thjesht nuk ka mbaruar këtu besoj. Është një rrugtim i gjatë, një temë që i sfidon praktikat e deri tanishme, por është edhe një pyetje thelbësore mbi drejtësinë dhe barazinë në tregun e punës. Veprimi i zotit Mustafa ka hapur një debat të rëndësishëm në mbar Zvicrën. A është koha që tani kompanitë të jenë më të hapura për pagat e tyre? Këtë do ta tregoj koha. Dhe faleminderit edhe një herë zoti Mustafa, në emrin e stafit Alb Radios falenderoj një herë për informacionet që ndat në audiencën tonë, për kohën që ju gjetet të vini këtu në Alb Radio, dhe dyert e Alb Radios janë gjithmonë të hapura për njerëz të tillë që kanë ide të tilla që çojnë përpara çdo veprim dhe atë bashkëjetesën tonë në Mërgat. Shumë faleminderit. Anton, faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi.